Mirë se erdhët të dashur ujor, jam Diana nga Letra të Rrëfejnë, do bëjmë leximin e radhës për ju. Letra që kemi është judgment apo gjykimi, 6 shkopive, 9 shkopive dhe drejtësia. Ky lexim është i qartë, kogja i qartë, por dhe kërkues. E ardhmja për ujorin vjen me një thirrje për përgjegjësi të dashur ujor. Pastaj njohje. Sukses, por vetëm nëse qëndron në këmbë dhe kur je sado që je i lodhur dhe vepron drejt. Nuk ka rrugë të shkurtër, fatkeqësisht ujor, ka drejtësi. Ta them kështu. Dhe filloj me letrën e parë që është gjykimi. Zgjimi nuk shtyhet apo që nuk shtyhet më. Kjo letër është një alarm të dashur ujor. Një moment ku nuk mund të bësh sikur s'po dëgjon veten. E ardhmja të kërkon të marrësh përgjegjësi për zgjedhjet e tua, të mbyllësh një kapitull pa kthim pas. Nëse vazhdon të shtysh vendimin, jeta do ta imponoj. Do ta imponoj. Thuaj po asaj që di, që e di se duhet bërë sot dhe jo nesër. 6 shkopive, dalje në dritë. Pas vendimit vjen, po e morë vendimin dhe këtë gjykim që kërkon këtu, vjen suksesi dhe njohja nga të tjerët, aprovimi, mirënjohja e kështu me radhë. Dikush të sheh, apo do të shohin, do të vlerësojnë, ose më në fund e pranon vlerën tënde ujor. Kjo nuk është fat, është rezultati i punës. Mos u fsheh nga meritat, prano lavdërimin pa e minimizuar vetëm. Në kuptimin e asaj sikur nuk do je shumë i thjeshtë, jo i ndërlikuar, kaq që nuk pëlqejnë komplimentet, por që mos e minimizo vlerën tënde. 9 shkopive qëndrueshmëria nën lodhje. Je e lodhur, i lodhur, ke kaluar prova, ke marrë goditje, por kjo letër thot je ende në këmbë. Dhe ky pishtara që ndizet këtu tregojnë që vërtet ka dhe shumë besim. Sepse je dhe e ndjen që je afër fundit apo afër finishit. Mbro kufit, ruaj energjinë, mos u shpjego më kot. Unë po i marr tani gjitha shembujt mbro kufit, ku duhet të vësh bariera, ruaj energjinë për gjëra, mos harxho kot, apo mos u shpjego njerëzve. Në përgjithësi po i marr të gjitha që mvaret nga situata që keni. Pra, drejtësia që është bilanci që vendos gjithçka. E ardhmja e ujorit vendoset nga drejtësia. Çfarë ke dhënë, absolutisht do kthehet ujor. Çfarë ke shmangur, do dalë në pa. Këtu s'ka emocione më, por ka fakte. Vepro drejt edhe kur s'është më lehtë. Vendimet e pastra do të mbrojnë. Pra të dashur, e ardhmja jote po forcohet kur zgjohesh, ta them kështu, dhe kupton, qëndron dhe vepron drejt. Nuk e nevojë të fitosh të gjithë. Mjafton të jesh e ndershme me veten apo i ndershëm me veten. Atë që do ta marr. Nuk e nevojë të justifikohesh, të bësh apo asgjë tjetër. Është një ardhme që vërtet do zgjohesh, do të bëj të zgjohesh nga gjumi. Kur zgjedh të vërtetën të dashur ujor, suksesi nuk është më rastësi, është pasojë absolutisht për ju kësaj radhe të dashur ujor.